Po fillojmë kemi thirrë këtë mbledhje të jashtëzakonshme të Senatit në këtë me një pikë të ditës së vërtetimi mbledhjes së kaluar, marrja e vendimit për dhënien e titullit Dr. Honoris Causa Vincenzo Pallas. Kush është për këtë vendim? Kundër arsyet. Këtë pikë ne nuk mundem ta përfundojmë për shkak se mungonte motivacioni, prandaj unë krijova një grup punus që ta rishkruaj motivacionin dhe duke qenë se Monsinjor Palja është këtu, edhe është interes shtetëror që tipet ky titull i çmuar i Universitetit të Prishtinës, prandaj ju kam ftuar sot që të vendosim për këtë çështje në mënyrë që nëse vendosim për nesër do të jetë dorëzimi i këtij titulli Monsinjor Vincenzo Pallas. Prandaj unë fillimisht e kisha ftuar prorektorin që të na merrem komisionit ta prezantoj motivacionin e pastaj e hapim diskutimin. Faleminderit rektorni, në fakt komisioni ka vendosur për një draft ndryshe të motivacionit. Baza juridike është krejtësisht e njëjtë, ashtu siç paraqit në ndërmjet që notën e statutit. Komisioni mendon që motivacioni duhet të jetë si vijim për dhënie, do të thënë jepet titull Dr. Honoris Causa Monsignor Vincenzo Pallas me motivacion për dhënie të kontributit të jashtëzakonshëm, human dhe diplomatik për paqe, tolerancë, mirëqenie, dashuri dhe mirëkuptim mes njerëzve. Ky është drafti që ka prezentuar komisioni, normalisht për mu prezentu para ju, dhe nëse eventualisht dikush ka në sugjerim ose vërejtje, është momenti që me jeta. Okej, dëgjoj të draftin, hapi debatin. Mundem me qenë se është për kësaj teme, për Honoris Causa, unë po e ndërlidh edhe me një propozim timin, absolutisht jam dakord që prezantimi prorektorit, që në ditën dhem apo në muajin e ardhshëm të jam për një propozim të ri, do ta shoh të rani ditës, por të jepet edhe drejton kuka për të arritur atë jashtëzakonshme në sferën e sportit edhe imazhin e krijuar në botë për Kosovë. Kështu që ti respektojmë edhe ne son, absolutisht jam dakord me propozimin e tij. Po le të jetë granditës që ndoshta s'është kesh me litarën e pasur që edhe ky personaliteti që na ka bënë një gjithë dhe mirë me pas në granditës, po sigurisht me diskutu prapë, po le të jetë në agjendë që mund të jetë edhe drejton kuka për të arritur anë sport. Mbledhjen e kaluar normal që kam diskutuar çështjes motivacionit. Motivacioni më herët s'ka qenë si duhet, tash unë personalisht nuk kam problem me aspektin e motivacionit për çka i jepet tani, domethënë mas një ndryshimi që u bë. Mendoj që mund të jetë kontribues për Kosovën në ndërmjet vazhdimit të universitetit, prandaj me këtë motivacion tash që është, unë personalisht jam okay. Përshëndetje. Unë besoj që motivimi është shumë i qartë, i thjeshtë. Mendoj që është në interes të universitetit edhe të shtetit të Kosovës. Mendoj që pa marrë parasysh se në mbledhjen e kaluar nuk u votua dhe unë kisha dilema pse s'u votua, mirë po ndoshta u dash që të hedhet në rend ditës. Mendimi im është që pa marrë parasysh, sepse po mendoj që kemi pasur një paralelizëm mes ngjarjeve të 1 tetorit në Teshtatës, mendoj që ato vetëm i kanë ndihmuar jo ma tjetrës, dhe si ngjarja e 1 tetorit, po edhe kjo marrëveshje ka shkuar nga drejtim dhe mendoj që duhet ta votojmë dhe mendoj që
jemi edhe ne të nderuar, po edhe shteti i Kosovës. Nëse flasim me marrjes historike. Të fjallën veç kështu, pa shëqëtore. Pas që pash pare. A do me ngritë dhe? Jo, që më vjetë për dash bitë, dash në gjithë. Nëse flasim me marrjes... Mirë, falë aja fjallë, e shkom të loshë. Ne kemi senator të Në që se flasim me marrjes historike, atër basaj atyre negociatave të famshëm ka arë lufta. Do thotë, ky motivacioni se ka arë vetë paqës nuk e besaj që duhet të qëllëran, sepse ka arë lufta. Unë në mbaj qëndrimin të. Senatori, Unë do të gjemë të fjallë në firë para se një mësë ndërës, që du me i thashë drejtorit ti dekanit për në asë. Të më thërë veç fakti që një vjetë e kanë kalu një dimën studentat me qatë punë në fakultet nuk ka pas nevoj për drumave këtu, që që dime, që që e janë mojtë mësime, sa? Veç ajo më foshtë bëllë, po atë njëri vullnetit mire krejt, po veç e kam i vrejtja, dhe para se që kjo normalisht që votohet, besoj atë ma mërmenja, po e kam ishtë, nështë ta kishë me qenë ma mirë që para prakisht me bu motivacionit, me kryrë, që s'ka pas nevoja ditë me ushtu kjo pikë, po edhe tash dikush po e trajnë, e atë kështu për mlenash, po tani ma 3 dita dhe. po përta detyrisht të kërkesa ju. A ka dikur tjetër, atë po votoj kush është për... A ka kundër abstenim? Një kundër abstenim? Një kundër. Përndirë shumë atër presim që nesër të vini, i kësh për këtë salë në ora 3, përndirë shumë për kohën i të shërë të mbajë. Ja prem se potencova do več, da veste. Hadi,